dua që të flasim për atë çka e paralajmëruam më herët për showbizin vendor. Gjëre gjatë, çka ka ndodh, kush me kë, kush ka lancu konkret shumë çka tjetër, bashkë me kolegen time Aurora Sallahun. Mirëmëngjesi Aurora, është kënaqësi të kem çdo herë në studio. Mirëmëngjesi Fortesa për ty. Po ashtu e kemi edhe kolegun ton Ardian Jasiçin. Mirë, po derisa ta kemi lidhjen me Ardian Jasiçin, unë dua që bisedën ta zhvilloj këtu në studio. Auror, në fakt gjatë kësaj vere kemi pasur lëvizje të shumta sa i përket showbizit vendor. Kemi pas albume të ndryshme, kemi pas lajme për po ashtu që ka ndominu shumë edhe për jetën e tyre personale, shumë shka tjetër. Katja nisim, ose cili është ajo ngjarja më fresh që mundu me nis kështu? Fatkeqësisht ngjarja më fresh po mendoj që ka qenë kështu, që ka qarkulluar më shumë tin media në rrjetet sociale, në fakt në gjitha, ka qenë ndarja e DJ PM dhe Sarës, e që në fakt nuk ka arë një konfirmim zyrtar, megjithatë ata kanë larguar njëri tjetrin, fotot e njëri tjetrit, edhe pse lidhja që në fillim është kriju shumë private, prap nuk ka mujt mi ik ndarjes ose ndoshta në të ardhmen në një ribashkimi. Nuk mundem me thonë që ata kanë bë për si shumë qifte që po e shohim sot është kthyer në një farë trendi në fakt, që me ndonë ndoshta për me fitur një vëmendje më të madhe, ose ndoshta për me u rikthy me njerë pas një kohe, se ata gjithë prej që kanë dalë pikut e kanë pas një lidhje goxha private, edhe kanë kriju në atë formë, nuk e kanë pas asnjëherë në interes të vëmendjes, edhe nuk po besoj që ka qenë ndoshta një ndarje e vëmendjes, siç kanë qarkulluar lajme edhe për një ribashkim të një çifti tjetër, që është bërë për vëmendje, sipas njerëzve. Me majt shumë private edhe çdo herë kanë refuzuar edhe me u përgjigj për jetën e tyre personale, mirë, po mediat e bëjnë punën e tyre dhe nuk i lënë rahat. Patjetër, tash jo vetëm mediat, po në fakt kështu po bëjnë gazetari krejt qytetarët bashkë edhe në rrjetet sociale, gjithmonë qarkullojnë lajmet shumë shpejt, edhe sidomos njerëz që i duan fansat e tyre që janë gjithmonë aktive dhe asnjë detaj i vogël nuk ju ik, po vetë fakti që ata nuk e kanë shfrytzuar asnjëherë lidhjen për vëmendje, është ndoshta një dëshmi që nuk janë nda për vëmendje. Edhe ndarja atyre fatkeqësisht është e vërtetë. Është e vërtetë, sidoqoftë urojmë që të shkojë gjithçka mirë në jetën e secilit. Ndërkohë kemi tjetër, çifti tjetër, kemi edhe Ardian Jasiçin. Tashmë është bashkangjit. Mirëmëngjesi Ardian. Nëse veç po më dëgjon? Nuk e di nëse po më dëgjon Ardiani, uroj që regjia ma bën me dije kur të është Ardiani gati, sidoqoftë ishim të fol për ndarjet. Për ndarjet, thash e kemi mirëmëngjesi Ardianë dhe mirë se erdhe, mirëmëngjesi po të thëmë për të pastën herë për nduket. Mirëmëngjesi dhe mirë se u gjeta përsëri. Uroj që je zgju mirë dhe ke pushu mirë, ne këtu e kemi nisë bisedën në studio për showbizin, mas aksesh për jetët personale të disa prej artisteve. Çka kemi të reja nga ato burimet të tua si gazetar tash e sa vjetë që je? Për jetën private dikujt? Ne ishim të folë për Sara edhe PM, edhe Aurora na dha kështu një lajm, thash që si përfundim do. Ndërkohë e kemi edhe çiftin Leo dhe Lela. Po. Se kam pak interesant këtë emnin bashkë. Ishim bashku me Gjaz, edhe ishim bo një këngë bukur të mirë. Po. Po, me thonë drejtën sa i përket ndarjeve dhe ribashkimeve, nuk kam ndonjë informacion që ka ndodhur diçka. Është e vërtetë që për Sarën edhe për PM-in e kam dëgjuar, thashë thamë, por nuk kam diçka të konfirmuar. Domethënë diçka. Megjithatë krejt këto janë çka kanë aludu njerëzit në rrjetet sociale, edhe çka e kemi pa ne në fakt në rrjetet sociale. Ka njëherë këto dyshimet, heqja followit, bërja follow përsëri, na lojme në kuptu shumë çka. Po, sigurisht që ajo që ka vrejt, dhe më thonë edhe të Sara dhe të DJ PM, ka qenë që nuk kanë postu shumë foto së bashku, do të thotë nuk kanë qenë shumë, do të thotë përfshim, si me thonë, si zakonisht sikur i shohim sot çiftet më të reja ose çiftet e tjera më përpara, ku zakonisht janë shumë bashkë të përfshinë në rrjetet sociale, sikur për shembull dhe kemi DJ Gimbon me Selinin, apo Mateon me Brikenen, apo Luizin me Kiaren, do thotë këta kanë qenë gjithmonë ata personat që zakonisht, domethënë vazhdimisht, domethënë
që i shohim bashkë në për rrjetet sociale. Mirë po, nuk është që kemi pa shumë DJ PM edhe Sarën, po ndoshta ata janë edhe pak ma old fashion, se ndodhë edhe me Angel edhe me DJ Dags, do më thonë edhe ata nuk janë shumë si një qef, do më thonë që shien shumë, do më thonë duke të reguat jetën private para në për rrjetet sociale. E saj përket këtyne që ju po thoni, do thotë sidomos për heqit followit edhe për këto gjana, dhe më thonë ka raste kur këto qifte e bojnë edhe për qëllim, se në momentet që i bie vëmendja, do thotë ata fillojnë që ta përdorin këtë gjatë, dhe më thonë për këto aludime. Ndërsa për me shëndru akoma në treg? Për me shëndru akoma dhe në qendër të vëmendjes të mediave, të portaleve dhe debateve të neve këtu në studio? Lajmeve, debateve, dhe më thonë të pak para ndonjë projekti, për shembull nëse ka një projekt, do të thonë është një kohë shumë gjatë që nuk kemi dëgju kur gjopi DJ Dagsit, edhe sigurisht do të thonë që ai ndoshta do të thonë e bojnë edhe me një farlloj qëllimi, me një farlloj tendence që të fillojnë të përfliten pak para lancimit të ndonjë projekti. Për ata, do më thonë, shpesh herë këtyne heqjes followit nuk e lidhi me një herë me ndonjë ndarje, do më thonë, ose me diçka tjetër, po fillimisht do të pritë, se zakonisht, do më thonë, gjithmonë pas saj derë, do më thonë që kemi një projekt tyne, ose diçka që ka të bëjë me karrierën e tyne, dhe kjo bëhet si me një farlloj qëllimi për një nxitje të PR-it tyne edhe për vazhdim tutje, dhe me thonë të asaj. Ardian, për gjatë krejt vitit kemi pasur lancime, ndoshta mas shpesht edhe mas shumë të në këtë vetë krahasuar me vitet e kaluara nga artistë ndryshëm, kanë bo promovime të tyre gjigante me të ftuar të shumë, me media, shumë shka tjetër, se vlerëson faktin që tashmë veç po rikthejet prap ai trendi për me bo albume, edhe ndoshta se shpeshere se cili albumi ka minimumi 10 kung. Është si një diçka, si një rikthim të mirë. Unë e kom thonë edhe ma përpara, industria muzikore në Kosovë ka ndru shumë, dhe më thonë nuk është më sikur e industria që ka qenë para 10 viteve ose ma herët, tash ose para 5-6 viteve. Tash kemi një game changer, dhe më thonë që e ka ndryshu komplet industrinë muzikore në Kosovë, edhe unë atë personën si saj si Yll Limani e ka bo një ndryshim. Ka gjatë madhë, dhe më thonë të skenës në Kosovë, ku tashma kemi këngëtarë që dhe të bojnë albume mirë, po detyrohen që t'i promovojnë ata live, të këndojnë live, dhe ta kenë atë kontaktin emocional me publikun me njëherë, dhe më thonë, këta kenë kontaktin, dhe më thonë, gjallë. Jo me pas kontaktin playback ose false, edhe në këtë rast do më thonë në konsideroj një game changer Yllin, sepse ai boni që edhe Dafina të bëj koncerte live, boni që edhe këngëtar tjerë do më thonë ta mendojnë organizimin e koncerteve live, boni që këngëtar tjerë që varen shumë pe playback-ut ta ndrojnë me njëherë çmimin edhe të binë çmime shumë të vogla në këndimet në për klubet natës, në për diskoteka e tjerë ose në për breakdancing shqiptar. Për shkak do më thonë si tash edhe e kemi edhe një gjeneratë që dhe nuk është e donë këtë kur shkon një koncert dëshiron që ta përjeton ata si duhet, do më thonë me emocion të këndimi drejt për drejt dhe të koncerteve si që organizohen edhe jashtë, pra jo si që organizohen vetëm në tonë. Që ku janë organizu deri para 2 viteve, ta thamë. Mirë, Ardian, unë plus që të qëndrosh në linë, sepse dua ta zhvendos pak bisedën edhe tek Aurora, dua një mendim po ashtu nga Aurora, si e vlerëson Aurora faktin që thash edhe më herët, kemi shumë albume, kemi artistë cilë po thuaj se lancojnë më shumë se 10 kongë një të në kohë. Si e vlerëson, do shta është më mirë një kongë me vazhdu ashtu si që kemi qenë.
Kom 2 maksimumi për branda verës, apo 10 për njëherë, 10 se cili mandej edhe ne si publik s'po dim ka me orientu. E vërtet, tu e pas parasysh që viteve të kalume kanë bo albume, po albumi le themi në kushtimisht është pak ma i shajt, është pak ma madhështore dhe bëhet shumë me një kohë ma të konsiderueshme, jo ka shpesh edhe zakonisht në mrena një vitit kemi pas 2-3 këngëtar që kanë publiku një album, ndërsa tash vetëm për këtë veri kemi 2-3 këngëtar që qyshin qershor kanë publiku albumet e tyre dhe kanë fillu kështu verën me 10 këngë e më shumë. Në fakt, konkurenca e ka shumë këngëve për më njerë, po e bën edhe po ashtu edhe mix me rrjetet sociale, po e bojnë që sot më shumë se 24 orë mos me qenë viral asgjë, edhe që ndoshta kjo konkurenca e teprume, mandej edhe këngët me inteligjencë artificiale kanë bot vetën, e shohim që në rrjetet sociale shumë këngë virale që verën e kalume kanë fillu në fakt me qenë virale pikrisht këngët e krijume me inteligjencë artificiale, edhe nuk po mendoj që është rruga më e duhur me publiku albume kaq shumë me i dhonë zër për verën, përderisa kemi kaq shumë artista tash të praneshëm, jo si dikur që kanë qenë më të pak në numër, e që tash numri më i madh i artistave, mandej edhe numri i madh i këngëve, mandej edhe rrjetet sociale, e mandej edhe inteligjencë artificiale kanë bërë kështu goxha një tollovi, le të themi që nuk po dhez asgjë kështu në kohë afatgjatë. Shohim që çdo veri kemi 2-3 këngë që janë këngë të verës 2025, 2024, 2023, ndërsa në vitin 2026 nuk mundemi më ndojnë të asnjëna se cila ka qenë e kalueshme. Ndërsa i ka mbjetu bukur gjatë, krejt verës Dafina dhe Klevjo. Po, mundem me thonë që Yllimani dhe Dafina Zeqiri si 2 verat e kalume kanë bizotru edhe këtë verë, por që nuk ja kalon kash me albumin e tij, ka qenë edhe Don Gjoni, fakt ka pas kështu ndër më i klikuari në rrjetin social në TikTok ka qenë, e po është edhe më i paguari në klubet e natës, kështu që ndoshta edhe kjo është një sukses i albumit të tij ndër këngëtarët e tjerë. Në fakt, Don Gjoni ka vetëm 4 vite prej kur është në treg. Edhe që është një sukses për të. Edhe që është një sukses për të dhe me mbrime që qenë për 4 vite më i paguari. Faktën ashtu i kemi po në lojme. Këtë rindi që erdhën koncertet, edhe pikërisht pajtona shumë me kolegun që tha se Yllimani mandej edhe vaj Bisan Hillit ndër vite mendoj që e ka pru këtë energjin që rinia me e dashtë shumë a shumë sot një koncert ose një koncert se sa me i dashtë klubet e natës. Edhe ndoshta kjo konkurenca koncerteve ka zbrit çmimet e klubeve të natës edhe sot shumë let bësh ndër më i paguari ndoshta në vendet të tilla. Ardian, se vlerëson faktin që tash një vit kemi kështu shumë virale, kemi muzikën me inteligjencën artificiale dhe shpeshherë nuk po e dim në fakt a është këndim nga një ex artist apo është e krijuar me AI. Edhe do ta pranojmë edhe një gjallë tash. Inteligjenca artificiale ka pru, domethënë, e ja mundson çdo kush që ta krijoj, domethënë një muzikë, mirë po edhe prompti që jepet inteligjenca artificiale duhet të jetë një prompt i cili duhet të jetë i frymëzuar mirë. Domethënë shumë artistë sot në botë edhe në Bruno Mars, njëri prej tyre, po edhe Demi Moore edhe shumë tjerë, dhe thotë tregojnë se për çka i nevojit njerëzve inteligjenca artificiale dhe më shumë e konsiderojnë si një mjet se sa si një konkurrencë. Kur flasim për një mjet, inteligjencën artificiale, një artist i mirë me një prompt mirë e shfrytëzon domethënë për me kriju diçka të mirë. Edhe ajo ja mundson ata që me pak mjete ta krijoj domethënë një këngë të mirë edhe një muzikë të mirë. Dhe në këtë rast nuk është që s'kemi po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, domethënë krijime jo të mira të inteligjencës artificiale. Shumica aty në janë garbage, domethënë që mundën vetëm mi gjujt në shport bërlogut, mirë po shumica e tjerave, domethënë shumica disa këngë tjera, pakica po flas në këtë rast, domethënë janë këngë të mira, domethënë që ja vlen, domethënë kanë një farë lloj mesazhi. Ajo që kam ka çudit shumë te inteligjenca artificiale është se shumica e promptave ju kanë jap për me kriju muzikë patriotike. Dhe kemi disa këngë me motive patriotike shumë interesante. Tash s'po më kujtohen për momentin, mirë po me një
Klikim është një këngë nga shqiponive të lirë, atë cila mundet të mu konsideru shumë shpejt, unë mendoj që ka më bo njona për këngëve që ka me u dasht për publikut edhe ka më sisu nështë asë kur mora fjale e shkurt e fezës. Pra kjo është ajo paka shumë që e ka bo, po këtu e kanë bo krejt që thash, këtu krejt e ka ndryshu, për ata thash e ka ndryshu, inteligencë artificiale, mbajtja e koncerteve live, krejt këtu kanë kanë ndryshu skenën e muzikës muzikore, skenën e muzikës e industrisë muzikore në Kosovë, edhe si rezultat sot nuk kemi nuk e kemi atë industrinë që ka qenë para 2 vite. Si mendoni, apo i humbë sa rëndësia edhe krejt meritat e artistëve të mirë përmes? Tash, jo, ajo që do të më ndryshu tash është këta këngëtarë që të mësu me bo vetëm koncerte playback, edhe me konë vetëm në koncerte playback, këta do të më ndryshu. Pra në këtë rast do të më ndryshu Leldri, Vula, Tajna, Era i Strefi, do të thonë shumica këtyre këngëtarëve që të kanë qenë shumë pagum, Dytoni, Dhurata Dora, Noizi, e tjerë. Këta do të më ndryshu edhe me fillu edhe me pa, sepse na kemi dëshmin që rinia përshkojnë në këto koncerte dhe pëmbush salat, pëmbush edhe stadiumet, pëmbush sheshet. Na kemi rastin e Yllimanit, kemi të Arban Skenderajt, atër e kemi edhe një rast Kapitaltis, që e ka mujt, e kemi rastin e Kambush, atër e kemi rastin disa artistëve të tjerë në fakt. Po, do të thonë disa artistë tjerë që kanë marrë koncerte live, na kemi pa që koncertet të tyne janë mbush me adhurues tyne, edhe e kanë përkra muzikën e tyne, edhe shohim edhe fansa që janë shumë të dhonën pas tyne këngëtarëve. Na kemi pas rast ku kemi pa publik duke qajt me këngë të Yllimanit, edhe publik në mosh, nështë edhe në mesë mosh, pra e kanë di, kjo është emocioni që duke të edhe një koncert. Një koncert, kur shkon, qoftë jashtë, qoftë mrena festival ose diçka tjetër, emocioni i publikut, i fansit, është kur ai fillon me qajt, ose adhurimi i tine për atë këngëtar, ose këngëtare, shkon do më thonë në nivelin që ai fillon me qajt. Sigurisht. Pra kur mbrin aty me janë ndryshim të gjendje emocionale. E kemi pas Armend Rexhapagiqin, atër kemi pas edhe evokimet kujtimeve, për shembull të koncerti i Yllimanit kohët e fundit kemi pas me Sinan Basalion. Pra këto shkaktojnë edhe kujtime të mira për gjitha moshat, edhe unë mendoj që për këtë arsye ka ndryshu skena e showbizit momentalisht në Kosovë, ka ndryshu tepër edhe tash jemi të i shku drejt një entertainment industry, sikur se është në perëndim, do më thonë sikur se është në Amerikë, edhe në Evropën perëndimore, edhe nuk kemi të bëjmë me skenë estrade. Pra skena estrades është të ra dhe këta këngëtarë nëse dëshirojnë që t'jenë duhet ta mendojnë jo të krijojnë ndoshta albume, sikur se kanë bo. Nuk i quaj albume, janë ma shumë epa, do më thonë janë gjysë albumi, edhe të krijojnë po albume, mirë po të mendojnë që të krijojnë vendet e veta dhe ta bojnë atë punën që do të mi bo, që janë entertainer, edhe se këta nuk janë as këngëtar opera. Ardian, unë neve se tashmë jemi, pothuaj se kemi kuan edhe të limitume, dua edhe një mendim shkurt për fund nga Aurora dhe ta mbyllim me kaq për ditën e sotme. Unë ty të falenderoj shumë që çdo herë je pa hezitueshëm, sa herë që të ftojmë edhe me na i ndo krejt ato opinionet të tua sa i përket showbizit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty Aurora, si përfundim.
Si përfundim pajtohem në një pjesë ku e përmendi tek grup moshat, një këngëtar momentin që është buk këngë si Ullimani, që i përshtatet gjitha grup moshave, gjitha gjendjeve emocionale që njerëz munden me qenë, e mandej të vujt edhe me këcy, po besoj që suksesi flet mandej vet, kështu përmendoj që ka ardhur ky trendi me qenë një këngëtar i thjesht, me një gjuhë komode për gjithë njerëz, për gjithë grup moshat që munden me të ndëgju. Në koncert Ullimanit mundesh lirisht me marrë prindin me vete, fëmijët me vete, ndoshta edhe të moshuar edhe gjeneratave ndryshme me u kënaq me këngët e tina se din me sjell mesazh jo vetëm për dashnin, jo vetëm për familjen, po mbi për të gjitha në fakt, edhe që kjo po besoj që është kthyer trend. Kemi edhe Albans Skenderaj që në të njëjtin zhanër i këndon dashnisë, familjes, e njerëzve, e jetës që na rrethojnë, kështu që po besoj që ka ardhur ajo koha që me i dash ndoshta këto lloj muzike më shumë, sidomos në koncerte që e përmendi edhe Jasiçi se din me ngjall emocione të papërshkrueshme publiku që i ndëgjojnë ata live. Sigurisht Aurora, faleminderit edhe një herë. Është kënaqësi të kemi çdo herë në studio, ndërkaq miq dashur.